Kjo është një gru, kjo është një vajzë, kjo është një gru e varfër me shumë fëmijë, e cila punonte në pallacin e Firaunit, e quajtur Mashita bintu Firaun, që kujdeste për vajzën e Firaunit. Mashita u kujdeste për vajzën e Firaunit. Dhe një ditë prej ditëve duke ja kre flokët vajzës së Firaunit, i bën krahri në tokë që të merë Mashita dhe të thot Bismillah, në emër të Allahut. Pra dashuria Allahut e bani Mashin që të harron se gjindet në pallatin e Firaunit, që të pyet vajza e Firaunit dhe t'i thot, ke për qëllim babën tim? Thot Mashita, jo, asesi. Kam për qëllim Allahun, Zotin tim, Zotin tanë dhe Zotin e babës tanë. Arriti lajmi në veshin e Firaunit, që Mashita pretendon se ka Zot tjetër pos Firaunit. Ftoi Firauni Mashitën. Erdhë Mashita tek pallati Firaunit, e lodhur dhe raskapitur. Mirë po fuqia e besimit të saj dhe dashuria Allahut ishte shumë më e lartë se sa friga e Firaunit. Pyeti Firauni Mashitën, është e vërtetë se pretendon se ka Zot tjetër pos meje? Tha Mashita, tha po. Tha unë besoj në Zotin tim, Zotin tanë, Zotin që krijoi çdo send, dhe Mashita nuk pajtohet që të heq çdo dorë nga besimi i pastër i saj. Atëherë Firauni vendosi që ta torturon Mashitën. Firauni vendosi që ushtron dhunë ndaj Mashitës. Tha, mi sjellni fëmijët e Mashitës. E dinte Firauni se për nanën më e dhimbshme është që të shiqon fëmijën duke vuajtur. Solli një kazan me vaj, dhezi zjarrin në ta, dhe pastaj mur fëmijët e saj një nga një e hedhi në vaj. Nana shkret, Mashita, shiqonte fëmijët e saj para syve të saj duke vdekur, po dhe i shiqonte eshtrat e fëmijëve të saj, megjithatë nuk u pajtu që të jep përparësi dashurisë së Firaunit para dashurisë Allahut Azza wa Jall. Dhe Mashita vendosi në këtë formë që të vdes dhe dha jetën për dinin Allahut Azza wa Jall, e vendosur në dinin Allahut Azza wa Jall, që pyetja bën të parashtrohet, kush e bani Mashitën të përjeton këtë gjithë këta vuaj që është dashuria Allahut Azza wa Jall. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ngjitet në Mi'raj me Xhibrilin, nuhat një erë të këndshme. E pyet Xhibrilin dhe thot, çka është kjo erë? Përgjigjet Xhibrili alayhis salam dhe thot, kjo është era e këndshme e Mashitës dhe fëmijëve të saj.